Edi Rama duket se ka pranuar kushtin e vendosur nga europianët, veçanërisht nga gjermanët në lidhje me SPAK-un, një çështje që sipas të gjitha gjasave ka qenë edhe shkaku kryesor i përplasjes së gjatë mes palëve. Burimet diplomatike bëjnë me dije se në Pallatin Elizej gjatë takimit me Emmanuel Macron është arritur një marrëveshje, ndërsa sipas të njëjtave burime, në zhvillimet e takimit është informuar në kohë reale edhe kancelari Friedrich Merz. Sipas këtyre informacioneve, Edi Rama ka pranuar zgjatjen e mandatit prokurorëve të SPAK-ut, madje pa kufizime kohore, si edhe ka rënë dakord të lejojë kandidimin e tyre për një mandat të dytë në drejtimin e SPAK-ut. Gjatë vizitës së fundit në Gjermani mësohet se Rama u ka komunikuar këtë gatishmëri partnerëve europian, ndërsa ende nuk dihet se çfarë ka kërkuar apo marrë në këmbim. Për forcimin e këtyre zërave e ka dhënë në mënyrë publike edhe kryetari i Komisionit Ligjeve, deputeti socialist Ulsi Manja. Gjatë seancës kur raportonte kreu i SPAK-ut Klodian Braho, Manja shprehu atë që e quajti një mendim personal, sipas të cilit ai ishte pro ndryshimit kushtetutës, e cila aktualisht parashikon një mandat 9-vjeçar për prokurorët e SPAK-ut. 9 prej këtyre prokurorëve përfundojnë mandatin në nëntor 2028 dhe konsiderohen si bërthama më e rëndësishme e SPAK-ut. Mendimi personal i Ulsi Manjës duket më shumë si një manovër politike për të testuar terrenin ose për të dërguar një sinjal në drejtim të partnerëve ndërkombëtar. Vështirë të besohet se një deklaratë me peshë të tillë kushtetuese Manja e ka bërë pa dijenin apo konsultimin paraprak me Edi Ramën. Deklarata e Manjës shkaktoi reagim të menjëhershëm nga 2 deputet PD-s, Oert Bylykbashi dhe Gent Strazimiri, të cilët njihen si figura të afërta me Sali Berishën. Duket se kjo lëvizje synonte pikërisht provokonte reagimin e Berishës, i cili prej kohësh është shprehur kundër zgjatjes së mandatit të SPAK-ut. Si Bylykbashi ashtu edhe Strazimiri tentuan ta ndalonin hapjen e këtij debati. Nga ana e tij, Manja duke ju drejtuar opozitës lart kuptojë se ajo është kundër çdo ndryshimi kushtetues në këtë drejtim. Një mënyrë për të transferuar përgjegjësitë politike dhe për ta paraqitur PD-n si pengesën kryesore të reformës, një lloj larje duarsh si Pons Pilati. Ndërkohë burime pranqarqeve europiane kanë lënë të kuptohet prej kohësh se edhe në rast se Sali Berisha nuk jep pëlqimin, ekziston mundësia që ndryshimet kushtetuese të miratohen me mbështetjen e një grupi deputetësh të opozitës. Provokimi i artikuluar përmes Ulsi Manjës duket se synon të testojë jo vetëm opozitën, por edhe reagimin e partnerëve europian. Një lëvizje që vjen pas tensioneve të krijuara përpara parlamentit, dhe që sipas këtij interpretimi lë të kuptohet se 2 aktorët kryesorë të politikës shqiptare mund të jenë duke vepruar në sinkron në një moment të ndjeshëm të zhvillimeve politike.